Qyteti i vogël japonez i Josos po përballet me përmbytje të paprecedent dhe rrëshqitje masive toke që kanë detyruar gati 90.000 vetë të braktisin shtëpitë e tyre. Një mur uji u përplas mbi këtë qytet pas daljes nga shtrati të lumit Kinugawa. Ekipet e ndihmës nuk kanë pasur mundësi tjetër për të shpëtuar njerëzit, përveç se t'i marrin me helikopter nga çatitë e banesave. Deri më tani një person raportohet i zhdukur në zonë, ndërsa të lënduarit janë të paktën 12. Rreshtet e dëndura të shiut, shkaktare të kësaj situate, erdhën një ditë pasi prefektura qendrore e Aichit u godit nga një stuhi tropikale me era që mbrinin shpejtësinë 125 km/h. Të tilla rreshje nuk ishin parë ndonjëherë në këtë rajon, pohoi kreu i agjencisë japoneze të meteorologjisë, Takuya Deshimaru. Mund të themi se kjo nuk është as pak një situatë normale dhe se bart në vetvete rrezik mjaft të madh, shtoi ai. Në disa pjesë të zonës së Tochigit, që prej ditës së hënë kanë rënë gati 60 cm shi, duke thyer çdo rekord të mundshëm. Autoritetet vendosën të lëshonin paralajmërime nga moti ekstrem për shumë rajone të vendit, përfshirë këtu dhe prefekturën e Fukushimës, që strehon kompleksin bërthamor të dëmtuar nga tërmeti i fuqishëm i 2011-s dhe tsunami që e pasoi.